Arber, dje ndodhi ajo që pritej, që pozita nuk e lejoi heqjen e imunitetit Ballukut. Gjë që dihej. Prishme. Në anën tjetër, opozita kishte premtuar që nesër do të jetë përmbysja e madhe. Do të digjet parlamenti, do të digjet kryeministria, revolucioni vazhdon. Çfarë ndodhi? Opozita, ndryshe nga herë tjera për çështje fare pa ndaj pesh, ka djeg, ka hudh tymnaja, dje hiku u largu, shkoi Berisha foli 2 fjalë atje, ishin 300 vetë që do të përmbyssin pushtetin, si ishin më shumë 300, pa e them me ledatim duke përfshirë dhe gazetarët, dhe premtoi që me 22 mars do të rikthehet përsëri dhe do ta përmbysi pushtetin. Çfarë po ndodh? Shiko, dua ta marr me radhë Demalia. Do flasim dhe për opozitën, por unë mendoj që kryefjala e ditës së kaluar ishte Balluku. Ishte qëndrimi që mbajti ndaj zonjës Balluku. Për hir të së vërtetës, unë kam thënë që në krye të herës që kërkesa që ka patur SPAK dhe më pas u aprovua nga GKK-ja për pezullimin e funksionit të zëvendës kryeministres, që ishte zonja Balluku, unë e kam quajtur të gabuar. Dhe pavarësisht vendimit që ka patur gjykata kushtetuese duke mos mbajtur një vendim, por që e la në fuqi, unë i qëndroj asaj times. Pra ka qenë një ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv nga ana e pushtetit gjyqësor. Por duhet ta them dhe pjesën tjetër, për mua ishte gabuar mbrojtja politike që ju bë zonjës Balluku një ditë më parë. Pse mendojnë që është e gabuar? Sepse në fund të ditës zoti Rama dhe të gjithë eksponentët e tjerë të Partisë Socialiste nuk po merren me zonjën Balluku sepse ajo është palë në këtë situatë, kanë deklaruar që ajo është e pafajshme. Pra nuk ka bërë asnjë lloj faji, nuk ka bërë korrupsion dhe për momentin që të jemi realist, ajo nuk është fajtore. Gjithë ata që konsiderojnë fajtore, hajdute, abuzojnë. Nuk është kështu. Nuk ka një vendim të formës së prerë. Pra është e pafajshme. Dhe unë mendoj që zëvendës kryeministria duhet të jetë e pafajshme. Nuk e di si do dali në fund të procesit. Dhe për sa kohë ata insistojnë që ajo është e pafajshme, nuk kanë përse t'i japin këtë koperturë politike. Sepse është një koperturë politike, një mbrojtje politike që e cënon deri diku raportin drejtësi politik. Sepse është një raport që ka qenë shumë korrekt nga ana e Partisë Socialiste. Të gjithë janë lënë të lirë të përballen me drejtësinë.